Situata nga rreshtet e shiut në qytetin e Kusit është rënduar në orët e pasdites. Rreshtet e dendura kanë shkaktuar rrëshqitje dherash dhe rënje shpejmësh në hyrje dhe dalje të qytetit, konkretisht në segmentin që lidh Kuksin me aksin Kukës-Morin të rrugës së Kombit, si edhe me rrugën Kukës-Shtavec. Ky segment hyrës dalës i qytetit ndodhet gjithashtu në pushtetin e ujit, por aktualisht nuk është i bllokuar për çarkullimin e mjeteve. Fadroma e Bashkisë Kukës ka ndërhyrë menjëherë për pastrimin e rrugës dhe normalizimin e situatës. Si rezultat i rreshjeve të dendura, situata në territorin e Bashkisë Kukës paraqitet me rrugë të bllokuar përkohësisht si rezultat i shëmbjeve dhe prezencë të gurëve dhe inerteve. Probleme pati rruga e fshatit Tej Drinj që lidhet me njësinë administrative Ujmisht, rruga që lidh lagjen Haravel me fshatin Lusën, rruga e fshatit Lojme dhe Orçikël të njësisë administrative Zapot, rruga e fshatit Borje, njësia administrative Shishtavec. Ekipet e emergjencave civile dhe detyrisë së rrugëve të Bashkisë Kukës kanë punuar për normalizimin e situatës dhe hapjen e këtyre rrugëve. Rrugë të dëmtuara janë në njësitë administrative Malzi, Kolç, Surroj, Zapot, Shishtavec dhe Topojan. Si rezultat i erës së fortë ka patur një dëmtim qatje të një ndërtese shkolle në fshatin Bele të njësisë administrative Zapot, bën të ditur në njoftimin zyrtar prefektura Kukës. Autoritetet lokale u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes të shtuar, sidomos në zonat problematike, ndërsa situata po monitorohet në vijim për shkak të rreshjeve që pritet të vazhdojnë.